Asistentja për këta të vjetë sigur do t'ja japin gjitha ato që i lexuam para jush t'i keni. Ndaj me qëllim që të bëjmë një apel të thirrje të shqiptarëve tonë që të kenë kujdes gjatë sezonës verore për shkak të pandemijës. Jemi thirrur nga drejtori i menaxhimit të urgjencave që bashkërisht të bëjmë të konferencë të bashkëtor, të bashkëndijmë aktivitetet me qëllim që të kemi sa pak zjarre dhe ato zjarre që na lërgohen të menaxhojmë dhe të minimizojmë danët që mund të shkaktohen gjatë sezonës verore ku zjarret janë më të mëdha. Do japë disa prej parashikimeve se çka parashë Kodit Penal me këto dy vepra, se veçanë mund përboden ata që shkaktojnë zjarre dhe normalisht arrin të identifikohen dhe të arrestohen nga policia e Kosovës në vitet për cilën e prokurorit për procedim me të keshur. Të rasti i zjarrvendjes, linjë 322 është i parakoordinimi nga 6 muaj deri në 10 vjet. Qendrat operative emergjente funksionon në pandërprim 24 orë në vit 7-8 javë. Qendra rajonale të menaxhimit emergjent ushtrojnë monitorim të vazhdueshëm dhe koordinim me nivelin lokal. Në këtë kohë theksojnë gjithashtu aspektin e zbatimit të ligjit. Të gjitha rastet e zjarrvendjeve, pavarësisht nëse janë rezultate të veprimit të qëllimshëm apo i pakujdesishëm, do trajtohen në përputhje plot me legislacionin fuqishëm. Personat përgjegjës do të përballen me masa përkatëse, ndëshkuese dhe procedura ligjore pa asnjë përjashtim. Ky qendrim institucional përbën mesazh të qartë të angazhimit të shtetit për mbrojtjen e rendit publik dhe të mjedisit. Megjithatë, duhet të theksuar se asnjë mekanizëm misional nuk mund të jetë plotësisht efektiv pa bashkëpunim me shtetërorët. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës edhe gjatë situatave të tilla, do të thotë kur kemi temperatura të larta, me vazhdimsi e ngrit vigjilencën e saj përmes njoftimeve të cilat i bën për opinionin e gjatë publik, por natyrisht edhe për informimin e institucioneve. Ne po futem në një periudhë kur temperaturat e larta nga kështia e tokës është e ulët dhe ka potencial të madh për të shkaktuar zjarr. Në aspektin legjislativ, ligji përpyet përcakton se ndezja e zjarreve afër tyre është vepër penale, sankcionohet me ligj edhe gjithë ata persona që bëjnë një veprim të tillë ballafaqohen në pushimin e ligjit. Masa preventive për mbrojtjen e zjarrit përcaktohen në planin natyrisht ligjor, ashtu të vinë ligjor që institucionet që menaxhojnë veprimet të kenë këto plane, ato të implementojnë në mënyrë se si janë të përshkruara atë dhe në varësia nga kushtet klimatike e bën këtë proces mjaft kompleks për faktin se pyet gjithmonë edhe të kaluara kanë qenë ekosistemet cërbushëm nga degradimi nga zjarri. Idrimi.